Plaku në 10 vjeç e kishte më të fortë se djemtë e rinj. Në një nga lagjet e vjetra të Tiranës, aty ku shtëpitë mbajnë ende erguri dhe historie, jetonte një plak që të gjithë e njihnin me emrin Xhaselimi. Ishte 90 vjeç, me flokë të bardha si bora dhe duar të thata e të plasaritura nga puna e një jete të tërë. Por ajo që binte më shumë në sytë e ai nuk ishte mosha, por sytë e tij. Sytë e Xhaselimit ishin gjithnjë të ndezur, plot jetë, sikur brenda tyre dëgjej ende zjarri i rinis. Xhaselimi jetonte vetëm në një shtëpi të vogël me obor që nga jashtë duke i rënuar, por brenda ishte mbajtur me kujdes. Çdo mëngjes ai dilte në obor, ujiste lulet, pastronte gjethet e thata dhe më pas ulej në një karrige nën hijen e ardhisë së vjetër dhe rinte aty duke parë rrugën. Fëmijët e lagjes e donin, sepse u tregonte histori të vjetra, të kohës së luftës, të kohës së komunizmit, të kohës kur gjithçka ishte ndryshe. Por ajo që njerëzit nuk e dinin ishte se në trupin e tij të dobët fshihej një forcë që as djemt më të rinj të lagjes nuk e kishin. Jo forcë fizike për të ngritur pesha, por një forcë tjetër, forcën e shpirtit, forcën e vullnetit, forcën për të përballuar çdo vështirësi pa u thyer kurrë. Ishte janari viti 2025, kur Tirana u përfshi nga një stuhi dëbore si rrallë herë. Rrugët u bllokuan, pemët u rrëzuan dhe qyteti u paralizua për ditë të tëra. Në lagjen e Xhaselimit, bora kishte arritur gati 1 metër lartësi dhe shumë shtëpi kishin mbetur pa energji elektrike dhe pa ngrohje. Xhaselimi ishte në shtëpinë e tij të vjetër, me mure guri që mbanin të ftohtin jashtë, por edhe pa rrymë, pa ngrohje, pa mundësi të diltej dot jashtë. Fqinjët u përpoqën ta ndihmonin, por rruga ishte bllokuar dhe nuk mund të arrinin dot tek ai. Ditën e tretë të stuhisë, kur të gjithë mendonin se plaku do të kishte vdekur nga i ftohti, ata pan diçka që nuk u besonin syve. Xhaselimi doli nga shtëpia, i veshur me një pallto të vjetër, me një lopatë në dorë dhe filloi të pastronte borën para shtëpisë së tij. Jo vetëm para shtëpisë së tij, por filloi të hap një shteg drejt shtëpive të fqinjve, një nga një. Djemtë e rinj të lagjes, 30-40 vjeç, që rinin në shtëpitë e tyre duke u dridhur nga i ftohti, e shikonin nga dritaret dhe nuk besonin. Si ishte e mundur që një plak 90 vjeçar të kishte atë forcë. Kur Xhaselimi pastroi borën deri te shtëpia e fqinjit të parë, ai trokiti në derë. Një djalë i ri, rreth të 30-jetave, i quajtur Altin, hapi derën dhe mbeti pa fjalë. Xhaselim, si arrite deri këtu? Si e keni këtë forcë? Plaku buzëqeshi. Forca nuk është në muskujt birë, forca është në kokë, në zemër, në shpirt. Unë kam punuar në atë arë që në moshën 5 vjeç, kam mbajtur barrikada në luftë, kam ndërtuar shtëpinë time me duart e mia, kam varrosur gruan dhe 2 fëmijë. Kam parë më shumë dhimbje se sa ti mund të imagjinosh, dhe të gjitha ato më kanë mësuar një gjë. Trupi yt mund të lë shumë herë, por shpirti yt nuk të lë kurrë. Nëse ti e mban shpirtin të fortë, trupi yt do të ndjek. Altini doli jashtë dhe filloi të ndihmoj plakun të pastronte borën. Së bashku, ata hapën rrugën deri në shtëpitë e tjera, deri te rruga kryesore, deri te dyqani i lagjes. Brenda pak orësh, e gjithë lagja ishte e lidhur dhe njerëzit mund të dilnin përsëri. Atë mbrëmje, pasi stuhia kishte pushuar dhe jeta kishte filluar të kthehej në normalitet, disa nga djemtë e lagjes u mblodhën te shtëpia e Xhaselimit, donin të dinin sekretin e tij. Si mund të ishte kaq i fortë në atë moshë? Plaku u ul në obor, nën hardhinë e vjetër dhe filloi të tregojë. Kur isha i ri në moshën tuaj, unë punoja në ndërtim, ngrija mure, përzieja çimento, mbaja gur në shpinë. Një ditë në një kantier, një tra u lirua dhe ra mbi mua. Më thyen 2 brinj, më dëmtuan shpinën. Mjekët thanë se nuk do të ecja më kurrë, se do të kaloja pjesën tjetër të jetës në karrige. Ai mori frymthell duke parë nga larg, por unë nuk pranova. Çdo ditë me dhimbje të tmerrshme ngrihesha nga shtrati dhe përpiqesha ta bëja një hap, pastaj 2, pastaj 3. U desh një vit i tërë, por unë mësova të ecë përsëri. Mjekët thanë se ishte mrekulli, por unë e di se nuk ishte mrekulli, ishte thjesht kokfortësi. Djemtë e rinj dëgjonin të magjepsur. Pastaj kur isha 50 vjeç më vdiq gruaja. Kancer, në pak muaj. Mbeta vetëm me 2 fëmijë. I rita vetëm. Punova ditë e natë për t'i ushqyer, për t'i rritur. Kur u rritën dhe u martuan, mendova se më në fund do të pushoja. Por pastaj një aksident mori djalin tim të madh dhe 2 vjet më vonë vajzën time. Tani jam vetëm. Kam varrosur gjithë familjen time. Sytë e tij u mbushën me lot, por ai nuk qau, vazhdoi. Dhe tani ju pyesni si kam forcë. Unë kam forcë sepse kam kaluar gjithçka që mund të kalojë një njeri. Kam parë vdekjen nga afër aq herë sa nuk i trembe më asgjë. Kam mësuar se dhimbja kalon, por jeta vazhdon. Dhe kam mësuar se forca më e madhe nuk është ajo që tregon se sa ngret dot, por ajo që tregon se sa mund të durosh pa u thyer.
Pas asaj mbrëmje, djemtë e lagjes filluan ta shikonin Xhaselimin me sy të tjerë. Nuk ishte më thjesht një plak i vetmuar, por një burr që kishte përballuar më shumë se çdo superhero që ata kishin parë në filmat amerikan. Një ditë, në verën atij viti, ndodhi një tjetër ngjarje që tregoi forcën e tij. Një zjarr shpërtheu në një nga shtëpitë e lagjes, pikërisht aty ku jetonte Altini me familjen e tij. Zjarri filloi nga një shkëndijë elektrike dhe u përhap shpejt duke bllokuar daljen kryesore. Altini, gruaja e tij dhe dy fëmijët e vegjël ishin në katin e dytë, pa mundësi të dilnin. Të gjithë njerëzit u mblodhën jashtë, por askush nuk guxonte të hynte. Flakët ishin shumë të larta, tymi shumë i dendur dhe pastaj Xhaselimi doli nga turma, mori një batanie të lagur, e mbuloi kokën dhe hyri në shtëpi. Xhaselimi, jo, bërtitën njerëzit, do të vdesësh, por ai nuk i dëgjoi. U ngjit shkallëve, gjeti Altinin dhe familjen e tij në një dhomë të mbushur me tym, i mori fëmijët në krah dhe i nxori jashtë. Pastaj u kthye për Altinin dhe gruan e tij. Kur doli për herë të dytë, flakët kishin përfshirë të gjithë shtëpinë dhe ai mezi mbante në këmbë nga tymi që kishte thithur. Altini dhe familja e tij shpëtuan fal Xhaselimit. Kur zjarfiksit mbërriten, shtëpia ishte shkatruar plotësisht, por të gjithë ishin gjallë. Xhaselimi u dërgua në spital për shkak të tymit që kishte thithur, por doli pas 2 ditësh, gati si të mos kishte ndodhur asgjë. Lajmi u përhap në të gjithë Tiranën. Televizionet erdhën për të intervistuar plakun 90 vjeçar që kishte shpëtuar një familje nga zjarri. Gazetarët e pyesnin, si keni mundur të hyni atje në atë moshë? Dhe ai përgjigjej gjithmonë njësoj, mosha është vetëm një numër. Ajo që ka rëndësi është ajo që ke në zemër, dhe unë kam zemër të fortë, kam zemër që nuk trembet. Djemtë e rinj të lagjes, ata që kishin qëndruar jashtë, duke pa lëvizur, tani kishin turp nga vetja. Ata ishin 30-40 vjeç në kulmin e forcës fizike, por kishin qëndruar duar kryq, ndërsa një plak 90 vjeçar kishte bërë atë që ata nuk guxonin. Pas asaj dite, diçka ndryshoi në lagje. Djemtë e rinj filluan të vizitojnë më shpesh Xhaselimin, ta ndihmojnë nëpër shtëpi, ta dëgjojnë kur tregonte historitë e tyre, dhe më e rëndësishmja, filluan të mësojnë prej tij. Një mbrëmje Altini i tha: "Xhaselim, unë të kam si baba tani. Ti na shpëtove jetën, por më shumë se kaq, ti më mësove se çfarë do të thotë të jesh burr. Forca jote nuk është në krah, është këtu." Dhe tregoi zemrën e tij. Plaku buzëqeshi. Tani që kuptove birë, ti je gati të bëhesh burr i vërtet. Kujdesu për familjen tënde, ndihmo ata që ka nevojë. Mos ke frikë nga vështirësitë, sepse në fund forca e vërtet nuk matet me atë që ngre, por me atë që duron. Vjeshta e atij viti ishte ngrohtë dhe e gjatë. Gjethet e hardhisë së vjetër u zverdhën dhe ranë, por Xhaselimi ishte ende aty në karrigen e tij duke pa rrugën. Tani më shumë se kurrë ai ishte bërë pjesë e pandare lagjes. Fëmijët i uleshin në prehër për të dëgjuar tregime. Të rriturit i kërkonin këshilla dhe të gjithë e donin. Një ditë ai u sëmur. Një pneumoni e lehtë që për moshën e tij ishte rrezikshme. E çuan në spital dhe gjithë lagja u mblodh jashtë duke pritur lajme. Mjekët thanë se ishte kritike, se mosha ishte e madhe, se nuk e dinin nëse do të mbijetonte. Por Xhaselimi, edhe në spital, edhe i sëmur, nuk e humbi forcën e tij. U thoshte infermierëve: "Mos u shqetësoni për mua, unë kam parë më shumë vdekje se çdo mjek këtu. Ajo nuk më tremb mua." Pas 2 javësh në spital, Xhaselimi doli, i dobësuar, më i thinjull, por gjallë. Kur u kthye në lagje, e gjithë rruga ishte mbushur me njerëz që e prisnin. Fëmijët mbanin lule, të rriturit duartrokitnin. Ai qeshi me atë buzëqeshin e tij të përjeshme dhe tha: "Prisni të më shihni të vdekur? Më vjen keq t'ju zhgënjej, por unë nuk kam ndërmend të vdes ende. Kam ende shumë punë këtu." Dhe vërtet, ai vazhdoi si më parë. Dilte çdo mëngjes, u iste lulet, rinte nën hardhi. Por tani, më shumë se kur, ai ishte hero i lagjes, simbol i forcës së vërtetë. Një mbrëmje, pak para Krishtlindjeve, Xhaselimi mblodhi të gjithë djemtë e rinj të lagjes në shtëpinë e tij. Ishte një natë e ftohtë, por ai kishte ndezur zjarrin në oxhak dhe kishte përgatitur rakit të zezë të bërë vetë. "Ju kam thirrur", tha ai, "sepse dua t'ju them diçka para se të jetë vonë. Unë jam 90 vjeç dhe nuk e di sa kohë kam mbetur, por dua që ju ta mbani mend një gjë. Forca më e madhe nuk është ajo që tregoni kur gjithçka shkon mirë, por ajo që tregoni kur gjithçka shkon keq, kur bota ju kthen shpinën, kur humbisni gjithçka, kur ndjeni vetëm, atëherë tregohet se kush jeni me të vërtetë. Djemtë dëgjoni në heshtje. Unë kam humbur gjithçka në jetë, prindrit, gruan, fëmijët. Kam qenë vetëm për shumë vite, por nuk u thyeva kurrë, sepse e dija se diku atje, dikush kishte nevojë për mua, dhe kjo më mbante gjallë. Tani ju keni njëri tjetrin, këtë lagje, këtë komunitet. Mos e humni kurrë, dhe mbi të gjitha,
mos e humni veten. Xhaselimi vdiq 2 vjet më vonë në moshën 92 vjeçare në gjumë, i qetë, pa dhimbje. Në funeralin e tij erdhën qindra njerëz, jo vetëm nga lagja, por nga gjithë Tirana. Folën për të, kujtuan historitë e tij, qanë për të, por mbi të gjitha falenderuan për atë që u kishte dhënë, shembullin e forcës së vërtetë. Sot në atë lagje ka një pllak përkujtimore në shtëpinë ku ai jetoi, dhe çdo vit në përvjetorin e vdekjes së tij, djemtë e rinj mblidhen aty dhe kujtojnë fjalët e tij dhe përpiqen të jenë më të fortë, jo më të fortë në trup, por më të fortë në shpirt, sepse Xhaselimi u mësoi se forca e vërtetë nuk matet me kilogram që ngre, por me dhimbje që duron, nuk matet me muskuj, por me zemër. Dhe se një plak në 10 vjeçar mund të jetë më i fortë se të gjithë djemtë e rinj, nëse ka atë forcë brenda tij që asgjë nuk mund ta thyejë.